Po pasha Allah vajza ta zbardh jetën, vajza ta knot shpirtin, vajza është dashuri për babën edhe nanën. Nuk guxon vajza më kanën dëshpërim të ne. Ignorancë e madhe është me të prish zemra kur Allahu Azza wa Jall ta jep një vajzë. Unë veç të ne kam një, kur të lindë vajzë, vinë të abojnë, hajr inshallah. Edi, inshallah me ymër. A kur të lindë djalë, vinë të abojnë, mashallah te barakallah. Nuk e din ignoranta, xahila, që kjo është kohë ignorancës, se kur të lindë vajzë, që qaf vajza nanën edhe babën, nuk e përqafon djalin nanën edhe babën. Qyshi, do dhoni i përgdhel vajza nanën edhe babën, nuk i përgdhel, kush djali? Nuk mund është që shtot pejgamberi alayhis salam. Kush i marton 2 vajza ose 3 vajza, i rrit me halal edhe i marton, e ka garantuar xhennetin. Po pasha Allah vajza ta zbardh jetën, vajza ta knot shpirtin. Vajza është dashuri për babën edhe nanën. Nuk guxon vajza më kanën dëshpërim të ne. Për shembull me thon, lindi vajzë që potencova me pati dëshpërim. Po është mrekullia Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e përshkruan, dikuj na jap na djem, dikuj na jap na vajza, dikuj edhe djem edhe vajza, dikuj nuk jap na asnjë. Allahu Azza wa Jall e di se